Dhe këtë, kërë vidhe reje, u bon bajatat atjerë të den, unë drunë të thënë, hajde se përdonim kretë edhe me dreqin, ja me leveve, pa dhe dreqin për bojnë a veç me dhe djeku qëta, edhe i heqen. Po tash elektoratit dhe LDK-së kur po këthejet, për ju vje zhek atyre, se u këthy të s'ka kako këtë ndryshimi, rrën, ka kako dhe kja, këthe nuk njëna, se ma mirë ka kako këna ko. Dhe ju këthy, a di që është në LDK. Në LDK, elektoratit LDK-së është këthy fuqishëm, dhe është ju këthy fuqishëm. Gjitha, dhe vetë vjosa, deklarimi vjosa Osmanit se Albin Kurti pëllun bigjaz me miqë tonë, e ka këthy komplet elektoratin e LDK-së ka LDK. Deklarimi i vjosës që Albin Kurti pëllun bigjaz me miq, e ka këthy komplet, edhe unë e falenderoj. A menon që vjosa Osmani këmë e këthy LDK-s? Falenderoj për deklarimin e vjosës, falenderoj për tokën në qilë vjosa Osmani në deklarim, sepse unë me ne ashtu. Bra, a menon që këmë këthy vjosa Osmani LDK? Po tash njëra unë presidente, pa kry mandatin e presidentet nuk mundet me u këthy kërkush, sepse ja ndalen kushtetutja. Po tash se që ka mendohet ma një vjetë gjysë, se edhe një vjetë e ka presidente. Pa ka me përkron këtë zgjidhje, që ta mërmëja? Po së është të rëndësishme se s'ka të drejt presidentja me u përzinë zgjedhje. Aja ka të drejt para se mu zgjedh, po kur zgjedhet aja do të me mbrojt është gardiani kushtetutës. Po me vetë faktin që pak i ka shti... Jo, aja ka thonë diçka të vërtet. Po me vetë faktin që është largu për listës guxët, në një farfurme. Aja nuk u largu për listës guxët, sepse si aja ndalë kushtetuta, po e ka thonë të vërtet për ndërkombëtarizimin e çështjes Kosovës. Edhe për problemet 4 vjeçare që i ka pas Kosova me Bashkinë Ndërkombëtare. Na nuk kemi pas nevojë me negociu me Serbinë. Na kemi pas nevojë me negociu vetëm me Bashkinë Ndërkombëtare. Pse me negociu me Serbinë? Me Amerikën, shkurt. Me Amerikën, me Bashkimin Evropian dhe Serbinë me thonë, hajde negociojmë bashkë edhe qesëm letrën, edhe çka thot Amerika po? Edhe kryet puna. Na nuk kemi pas nevojë me shkuën sanksione. Na kemi pas nevojë këtë çito që ai bon. Në verime i bon. Dhe ka leju Bashkia Ndërkombëtare me i bon, e ka leju Bashkia Ndërkombëtare me luftura do qiqin, me luftu grupet kriminale, jo vetëm veri, po dhe njoge ku do që janë. Po hinë sanksione. Pa bon bëjmë, më mosu të raku, pa kur gjë. Apo të të s'kem pas nevoj këtë. Këtë këtu me bon, me ta, me Bashkia Ndërkombëtare, me Amerikanë. Apo këpëtër, me Amerikanë, hajde bashkë, a di që kanë bo? Amerika ka shti në listë zezra dhe qishin. Ka shti Albin Kurti. Po na kemi punu për atë punë. Na pe 2011 kemi punu, unë kom shku vetë dhe këtë pike ne dhe 30 ne me këvorin Amerikan dhe e kemi dedviku ka për vjen pasunia. Ka pe marrin parë. Amerikanëve ju interesej këtë qësh me januar financimin. Grupe kriminale në thonë. Tani këtë janë në filacimin, edhe kanë arrit bukë. E kanë bo, po. Edhe ka shtin lizez. Këtë kompanit ja kanë shtin lizez. E vërtet. Edhe tash, na kemë pas nevojt me liftu krimin, nësë më prisë me Bashkinë Ndërkombëtare. Njëjta gjona me i bo, edhe me i pas meq. Jo me i bo, mi, kun mi bo armek.